Dhe këtu jemi në Ril, rreth 5 kilometra larg qytetit të Lezhës. Përshëndetje Stopi, unë jam prindi një 20 vjeçari në Ril të Lezhës. Kishte datëlinjen me 10 shtator 2024, mbushte 20 vjetorin. Doja që unë t'ja festoja datëlinjen sepse ka dhe një problematik të vetën që është probleme shtetësore dhe doja dhe bëj çik të madhe. Donim t'i bënim një surprizë me një këngëtar që ky është simpatizant dhe ne donim t'ja bënim surprizë. Një kumshi i joni që quhet Rej Guri, i hiqe sikur punonte bodyguardin që u merrte me koncert nëpër lokale. Gjatë bisedimeve me të dhe e pyeta, edhe më tha po të afrojmë edhe don 3.000 euro cash para dhënie që të na vijë në rastin e datëlinjes. Në një kohë që 3.000 euro mu duk një çik shumë me të thënë drejtën, tha do bisedojmë. Që të bëjnë ulja. Që të bëjnë ulje. A të bëri ulja? Edhe pastaj më erdhi më tha për herë të dytë, kam fol me të dhe më lan 2.500 euro. Po. Mirë, pas ka bëj çik pazar. Ta ka uli çik. E ka uli çik. Në një kohë unë jap ato lek. Dorazi. Dorazi. Ishin lek të fala që ishin fal çunit që ishin të mbledh, jo lek të kembit, jo të fala që ishin mbledhur. Edhe prita me datën 10 që të vinte. Fillon datëlinja, mbaron datëlinja, nuk më erdhi. S'erdhi këngëtari. S'erdhi këngëtari fare. Po mbase se ka ditë më. Ndoshta nuk e ka ditë këngëtari që duhet vinte. Po mirë, besoj se këtë personin që doli garant të Rej Gurin, e kontaktove? E marrën telefon, thot i ka ndodhur një problem, thot dhe s'arrin do që të vije. Thot don që ta presh akoma, do rish sa do rish. Ju thash s'kam çfarë pres më. Po, ndërkohë që 2.500 euro, besoj se ti ktheu. Akoma jo pres. Që nga 10 shtatori, të 2024-s, deri më sot, ato lek nuk u kthyen më kurrë. Dhe këtu jemi me 20 vjeçarin i cili është personazhi kryesor i kësaj ngjarje apo jo? Unë jam 20 vjeç, Dhe jeta të thërret? Jam fan si që gjithë kohës. Sa kohë ke që je fan si ti? Qysh i vogël. Motivojnë këngët e ti? Po, mblodha kursimeve, kisha dëshirë të takoja pritlinjen time. E nuk më plotësua dëshira. U zgënjeva atë ditë? Po, zgënjeva shumë atë ditë që... Kishe kriju pritshmëri? Po, u vesha bukur, kisha shumë njerëz aty. Ishe thënë dhe të ftuarve që do kemi këtë këngëtar? Po, na mashtruan. Dëshira ime është të takojnë. Dhe jo vetëm të më kthejnë paratë e mia. Si e fakton që i ke dhënë 2.500 euro Rej Gurit? Ja faktoj sepse i kam gjitha komunikimin, i kam të ruajtura. Dhe këtu janë të gjitha bisedat e realizuara me Rej Gurin. Futemi direkt në temë. Çfarë të thotë? Me ketë krye me sot. Sot vin Ril prenor. Çfarë bën kur vinte Ril? Së shifsha fare. Buongiorno prenor, buongiorno. Vejone për zotin, për kryet një. Sot e ketë krye me 1.000.000%, jo 100, po 1.000.000%. Që ka dhe këshu, tip italiani, kur përshëndet. Po, kështu është tip. Buongiorno, ciao, caro mio, ha? I ka të gjitha këto i ka. Pa ketë krye me atë punin, se të kam gjallë për zotin, më bëra Allah. Nesër ndorë i ke 1.000.000%, 100%, jo 1 milion, nesër e ketë krye me. Dhe të hanën të të bashkëposin. I dha? Si për tu? Akoma pres. Nga shtatori 2024-s, deri më sot, Rej Guri nuk i ka kthyer lekët. Ja. Si justifikohet? Nuk e di. Jam atje, jam këtu. Do vi, do të sjell. Çfarë kërkon? Unë kërkoj të paktën të lekët e mia që mos të sillen bordall për të lartë që të merrem me Rejin. Rej, ja, më çfarë bën? A prenor. Ku je më prenor? Ku ka në kur të vuna dole tru të kres. Ku je, më çfarë vjen? Tirare fije këtu me të letra. Po të pojta par djemar, as më solle lek. Dërëp të shpis, dhe alas ka marrë dërëp. Kam dalë kati fije se dërëp që të bora kot, se i kam lekët të në ndorë, kësi të vijë gjanë më të porë në rritë të ti ka marrë me të pru lek, për kryt njës. Jena një vit. E me myllat histori. U ban një vit të rejtë. O e një për kryt njës, për prenorë. Pasha zoten, po. Janë 2.500 euro, nuk janë 250.000 lekër. O e di për që janë 2.500 edhe 250 që marrë kërkuj. Po, Rej, përshëndetje, si e? Mirë, si e? Unë jam Odeta, jam gazetare nga emisioni Stop. Me që i ke ato 2.500 euro lekët me vete, a mund t'ja japësh qytetari që ja ke marrë lutem? Po, për zoten. Ku do ja sjellësh? Se jam këtu në Lezhun. Sot. Kur sot? Ora është 12:52. Tani, llogarit vetëm rrugën Tiranë-Ril dhe hajt kthe lekët vlla. Po, direkt. Po të presim. Po. Po viene un minuto.
Po Paulin çfarë, nuk di gjë, po. Ka një vjet të fol me ta. Me mua ke Si fol. kam zgjobër. Am ke fol me mua. Unë se për 5 minutë me mua ke fol. shpu kam pas me Me ti. babën. Shpu nuk kam pas fare punë me ty fare. Mirë shke babën. Unë kam bë Mirë. një vjet e sa më tu marr me ta. A sa je më bob tash? Gjën, kërkoj folje zamër. Qa falër u? Në Sa? artë mutall. Lutem, merr lekët, Pavlin, lutem. Pavlini, mori lekët? Sa janë? Apo na jetë shefe. Që do me pi? Asnjë gjë, Për kemi zotin, marrë. po. Edhe Paulini me njëri tash. Jeni në rregull me mua? Po, faleminderit. Faleminderit. Falenderoj me emisionin Stop për këtë veprim që bani. Kisha një vit që i prisa, e më erdhëm për një orë në dorë. Faleminderit emisionit Stop. Këto lekët të deta janë Gjulianit që i kishim kursy nga lekët e kempit edhe ca lekë që i patën falë kur bani Gjuli aksident. Edhe do t'ja jap, t'i bëje që t'i doje. Prishi tash, ha? Po, Xhulian. Xhulian, bëj tym. Kupton se leku nuk e ha zguri më.